Kuadrimi ti lëtët në fakt të ti kur inkuadruan në ndeshje? Mas pari, kur shpallet lista e Brazilit për secilën kampanjë është një fest. Brazili e ka ata të veçantë. Del trenerin konferencë për shtyp, për herë të pari thot emrat. Gjithë futbollistët e presin me familje, me dashurit e tyre, është një ritual i veçantë. Një ndër ritualet më të bukura, shumë emocionuese. Një ndër ritualet më të bukura sepse është nuk kanë derë më të madh se me luajtë për shtetin. Të njëjtën gjë kishte praktikuar Silvini mdohet apo në kampionatin evropian kur shpalli ka praktikuar, është e vërtet. Që doli në konferencë për media dhe është e vërtet edhe kur e kemi pas. Po kur e kemi pas që e ka ftuar Mirlin Dakun, kemi festuar gjithë natën. Apo kupton? Tash ti te Neymarin e dojnë në Brazil. Ka qenë shumë në shumë show televizive, në shumë mediume, do të ftohet, s'do të ftohet, do të ftohet, s'do të ftohet, do të ftohet, s'do të ftohet. Ancelotti si bablok që është, ja ka bërë qefin Brazilit, apo kupton? Ja ka bërë qefin fansave të Neymarit, ka pas kur është thonë Emnitina ka shpërthy festa. Si në konferencë për shtyp, si në rrugë. Gjithë Brazilin, se e dun Neymarin. Neymarin e dun, se unë besoj që Neymari po të kishtë qenë i rregullt në